antarësimi jonë, veç nëse me kry, varet prej raporteve tona me Serbinë. Kjo nuk do thotë Serbia mundet me na njoftë ndonjëherë, por ka edhe vende tjera që ne tjerin nuk e di, sepse aktualisht nuk ka indikacione që ata mundin me na njoftë. Se si dihet. Po, kjo nuk do të thotë. Edhe me na njoftë Serbia, nëse s'do në Rusia. Por edhe nëse nuk na njohin Serbia, nëse ne e mbyllim konfliktin me ta, arrim një marrëveshje, ku ti ja humb arsyen Serbisë për mos me njoft shtete tjera, se antarësimi jonë shtetet në OKB edhe në plot organizma tjerë nuk varet vetëm prej Serbisë, edhe madje nuk varet as prej Serbisë në ato vende ku nuk kërkohet konsensus, varet prej vota shtete tjera. Po Rusia është i loqi të Serbia. Në realisht se kemi problem njojën nga Rusia. Vetëm në momentin që ne e arrim një marrëveshje, cila është e pranueshme ma shumë për ndërmjet se sa për Serbisë, e kemi rastin sikur të marrëveshjes së Rambujës, mendoj se neve na hapën rrugë edhe për integrim në organizma ndërkombëtar, edhe nëse një gjë të tillë nuk e mbështet Serbia, sepse çka po kërkohet prej neve është ato që po thotë Halili me tregu që jemi shtet i përgjithshëm, i pjekur, edhe i krye marrëveshjen ndërkombëtare. Kështu që kjo është vërtetu, që është e njanshme mrin deri diku. Na nuk i kena problemin apo na një Serbia apo na një Serbia. Po se na kemi kryer me ligjin ndërkombëtar, me GND. Po, na e kena me Rusin problemi. Geopolitikisht, atë nacional problemi ai ka fol në vesh Vjosa Osmani, Trumpit kur e ka zatet mi thon, çyrë mos u harrokut mirë vesh atje për Krimen. Absolutisht. Qatë presedant